ajo që duhet të them është që ne ngelemi të angazhuar në ushtrimin e detyrave tona kushtetuese dhe ligjore, pavarësisht të statusit. Dhe besoj se cili prej prokurorëve në prokurorinë e posaçme ka përgjegjësinë për të ushtruar këto funksione deri ditën e fundit të detyres me duke bazuar në ligj dhe në prova dhe duke qenë objektiv në trajtimin e rasteve që ka parë. Por kjo nuk do të thotë që ne mos i bëjmë prezente ato shqetësime apo ato problematika që vlerësojmë se duhet të gjejnë një zgjidhje. Po nuk gjetëm zgjidhje, ne prapë do vazhdojmë, bëjmë punën tonë. Vitin tjetër prapë do raportojmë një të gjëra ndoshta, s'kan zgjedhur zgjidhje ato problematikat tona, por kjo do të thotë që ne të heshtim. Koment të shkurtër të duke mbi ndërveprimin dhe bashkëpunimin me drejtorin e BKH-s. Në raport ka vetëm të dhënë që thotë se që 2024 kemi parë me 4 urdhra të bashkët. Është numër i mjaftueshëm, është pa mjaftueshëm, ka pas nevojë për të bërë më shumë si vlerësoni bashkëpunimin e drejtorit të BKH-s. Bashkëpunimi me drejtorin e BKH-s është thjesht dhe vetëm institucional, duke respektuar parashikimet ligjore. Një ngjarje për të shënuar gjatë vitit 2024 ishte zgjedhja e zëvendësatorit të Byros Kombëtare të Hetimit, produkti i një bashkëpunimi mes drejtuesit të BKH-s dhe drejtuesit të prokurorisë së posaçme, pasi janë dy drejtues të cilët kanë fjalën e tyre për të thënë në këtë proces të zgjedhjes së zonës drejtorit të BKH-s. Patjetër kemi bashkëpunuar në adresimin e shumë problematikave, kemi bashkëpunuar në drejtim të hartimit të disa rregulloreve dhe disa udhëzime të cilët janë drejt përfundimit. Patjetër ka vend edhe për tu përmirësuar, ndoshta bashkëpunimi gjithmonë ka vend për tu përmirësuar. Spakun një në lartësim e malës, që ka opinion publik. Dhe analizuar në të shëllimin e këtij vlerësimi, unë doja të ju zgjidhoj është temoni para sa duke i mundur të me një kolegu parë. Shperu faktu në kisha mundur probleme që kisha evidentuar për ta diskutuar me ju. Dhe ka bëjmë me shqetësimin e përsëritur që ju shperim, lidhur me referimet nga instruksionit dhe rënien shqetësuese. Unë ndalova për këtë problem shërbeju si shkas e temat që ju përdojnë. Ju plisni për në shpihudët, dhe toni rëndë shqetësuese. Unë nuk e shohë problemin në kundërshtrimin që do të vete nga ashtra.
kemi të bëjmë me mungesë vullneti, të personave përgjegjës, kemi të bëjmë me mungesë parashikimit ligjor të detyrimit, apo është thjesht mungesë që shkëlqyer që pasojë eventos të shortëm në konime, që në raport me kategorive tjera të referimeve që bëhen pranë SPA-t, të ketë të përgjim. Shifrat janë konkrete dhe ato flasin vetë për rënje shqetësuese apo numri i ulët pakën si ka besojmë. Fakti është që ka një ulje të numrit të referime nga institucionet shtetërore. Se takon mungesë parashikimi ligjore, besoj që parashikimi ligjore janë të qarta, cili do që vjen në dieni të një krimi është detyruar ta kallësojë, për më tepër institucionet publike ka dispozit konkrete që parashikojnë kallëzimin nga institucionet publike. Nuk e di varet dhe faktikisht varet dhe si shes shifrat. Dikush mund të shohë edhe si rënje të nivelit korrupsionit, rënje të kriminalitetit e tjerë e tjerë. Varet si shes, si lexon shifrat. Por edhe mund shifen edhe kështu, por marrë konsiderat kallëzimet e qytetarëve, rritjen e numrit të kallëzimeve qytetarëve, rritjen e numrit të procedimeve penale të regjistruara kryesisht nga SPAK, vlerësoj që nuk mund të bëjmë një lexim të tillë, që ka rënë për shembull kriminaliteti, korrupsioni. Patjetër që kanë dhënë efekt ndoshta edhe procedimet që kemi ndërtuar në vite, gjykimet e tjerë në uljen e nivelit. Por unë, për shembull, nuk mund ta mendoj që po marr institucione të rëndësishme, mund të jemi doganat apo tatimet, që mos kenë një rast, 5 raste, 10 raste, për të referuar në SPAK. Besoj që niveli i korrupsionit nuk është zero në tatime apo në dogane. Dhe kjo është ajo që ne e prezantojmë në raport, e para pasqyrojmë realitetin, nuk po themi diçka që nuk qëndron. Qëllimi nuk është për të kritikuar institucionet e tjera, qëllimi është thjesht për të nxitur institucionet që ne jemi të hapur për bashkëpunim me ta dhe mirëpresim referimet e tyre dhe jemi të angazhuar në ndjekjen e rasteve që ata do referojnë. Deri tani, hetimi i kryer në struktura juaj. A identifikuar në një rast përgjegjësisë që ta kanë konsumuar institucionet duke mos referuar fakte e pana raste të kundërlishmërisë. Kemi raste kur në hetime sipër fakte të identifikuar ta themi situatën ligjore kur institucionet personat të përgjegjës nga institucion kanë ardhur në ndjeni, besoj që kanë ardhur në ndjeni dhe detyrimisht duhet të kishin referuar këtë situatë. Nuk kemi evidentuar raste të tilla, pasi patjetër po të kishim evidentuar, ne do kishim ushtruar përgjegjësinë tonë ligjore për të filluar ndjekjen penale.